Si që thash ma herët, sot do ta kemi një super musafire, një mikesh tonën, një femën shumë të suksesshme në sferën, në të gjitha sferat, po sidomos në zyren e UN Woman, apo ma thjesht shefën e zyrës. Vlora Tuzi Nushi, mirëmëngjes Vlorë. Mirëmëngjes Idi. Atë kena zgju herët, as gjosh tu çdo ditë, se na kemi pak bëjmë pak dert për musafirët, na dhimen më çuaj herët. Unë i përkas grupit PAS e ma herët. Zgjurnas të mëngjes Nora PAS. Ka shumë vite që e kam një orë të mëngjesit për veti. E mandej turbo. Jepi gaz edhe knaqu Vlorë. Faleminderit shumë për ftesën mas pari. Më keni nderu shumë, ma keni zbukuru vitin këtë fund vit në Gjakov, në zemrën teme. Kështu që faleminderit shumë për ftesën. Domethënë të gjithë e din ata që njohin Vlorën, edhe shokët, shoqet e kolegët që Gjakovën nuk e hek asnjëherë prej mendjes dhe prej zemrës, edhe pse jeton në Prishtinë dhe vepron atje. Domethënë është top Gjakova. Mu tash mu kam bu ma shumë vjetë në Prishtinë si në Gjakov, se prej 96-ës atë, po se di, ma shumë se 80% zemrës haloj kom këtu. Po që të mire ka Gjakova, edhe me nxis pres me ardhë, mu knaq me njerëzit e dashtun, me vllaun, me familjen, me Gjakovën, edhe me posa bukure sa mirë ashtu buq të ditë më shumë. Faleminderit shumë Vlorë. Na jemi këtu në një ambient, domethënë kur njerëzit ecin, kalojnë, na përshëndesin, na çojnë dorën, jemi gjithçka është live dhe thjesht nuk ka që kemi ndaj zbulim me bo. Thjesht e kena emisionin e mëngjesit, mu çu me pi kafe me njerëz të qytetit, Kosovës, diasporës. Kemi dëgjues e shikues prej gjithka vendeve të ndryshme të botës, krejt shqipe, edhe krejt i përshëndesim e falenderojmë. Përndryshe, Vlorë tash sa vite punon edhe jeton në Prishtinë dhe ndërmjet punës edhe kontributit për qytetin e Gjakovës që e përmena. Po më intereson për ata që nashta nuk e dinë dhe nuk kanë informacion të mjaftueshëm, punën e UN Woman, cili është misioni kryesor i kësaj organizatesh në Kosovë. Mu pëmbon tash që 22 vite që punoj në këtë organizat. UN Women është agjencion i kombeve të bashkume, i cili normalisht selin e ka në New York. Është Kosova i përket zyrës rajonale për Evropën, juglindore dhe Azinë qendrore me bazë në Istanbul. Dhe unë e përfaqësoj dhe jam drejtoreshe e zyrës në Kosovë. Ka një mision shumë të veçantë, sepse në të gjithë familjen e kombeve të bashkume, UN Women mbulon fuqizimin e vajzave dhe grave në të gjitha aspektet. Ka pashtu roli normativ që ndihmon institucionet qeverit në nivel qendror dhe lokal në ndërtimin e kornizës ligjore dhe siguron që të ketë perspektivën gjinore në ato ligje dhe politika. Dhe mandati i tretë është që brenda vetë sistemit të kombeve të bashkuara me u siguru që barazia gjinore të jetë bazë apo të jetë shtylla kryesore në mënyrë që nga gjithë mbështetja që ofrojnë kombet e bashkuara të përfitojnë barazi vajzat, djemt, burrat dhe gratë. Domethënë po punohet maksimalisht veç vajzat dhe gratë me shku, domethënë sa më përpara. Neve ku po na leni ai? Jo, për të arritur barazinë gjinore thash. Barazinë gjinore. Sa role? Ne punojmë edhe me djem edhe me burra natyrisht, sepse çdo shoqëri zhvillohet kur ne bashk punojmë bashk. Definitivisht. Vlorë, sa është reale barazia gjinore në vendimarrjen në Kosovë dhe a mendon që kemi përfaqësim apo kemi fuqi reale në këtë? Ide, une e kam më thonë jam e privilegjune me pa Kosovën edhe prej Kosovës, po edhe prej perspektivës jashtë, sepse UN Women duke pas zyra në mbi 120 vende në botë, vazhdimisht shkëmbejmë informata, shkëmbejmë të dhëna, krahasojmë, edhe kur e sheh, do me thonë nga jashtë Kosovën, pozitat vendimarrëse të cilat i mban gratë, kur e sheh që Kosova është një prej, do shta me thonë, i vetmi vend në botë që në dy poste, një pas një, ka pas gru presidente. Në dy mandate. Dy mandate, se s'më kujtu fjala. Mendoj që jemi
shumë të avancuar. Po ashtu, sa i përket kornizës ligjore, jemi shumë të avancuar në kuptimin që i kemi të harmonizuara me ato ndërkombëtar. Por, kur vje puna të zbatimi, natyrisht alo ka punë për të bo. Po unë gjithmonë e them, na e shohim veç Kosovën, po edhe vendet perëndimore, domethënë edhe vendet evropiane momentalisht janë tu ballafaqu me kriza të mëdha, posaçërisht na i thojmë gender pushback apo kundërshtim në lidhje me arritjen e barazisë gjinore. Jemi të folë për vendet si Hungaria apo edhe tash sfundi Lituania. Domethënë ka vende edhe nga Bashkimi Evropian që i kanë këto sfida që i kemi ne. Megjithatë, mendoj që e thash më herët, bashk mundemi me bo shumë më shumë, mundemi me pas shumë më shumë gra në pozita vendimarrësve. Tash e kemi një golden opportunity apo një mundësi të artë me zgjedhjet, me votu më shumë gra në mënyrë që me pas më shumë gra në pozita vendimarrëse. Definitivisht, edhe është shumë e rëndësishme Vlorë që na tash me synu si shtet me i zbatu ligjet, se definitivisht ligjet i kemi shumë të mira, kemi marrë ashta edhe ka vende që mundemi na marrë dhe si model neve. Pikërisht. Po zbatimi është pak diskutabile ashta. Zbatimi bëhet nga gjithë ne së bashku, edhe nga institucionet, edhe nga ne, edhe thjesht secili mundet me dhënë kontributin e vet që nga familja, që nga unë sinon e 2 e 3 fëmijëve me një djalë 2 qika, duke ju dhënë mundësitë e barabarta, si në shkollim, si në çdo mundësi që ja ofron jeta dhe që ofrojmë na. Mendoj që barazia gjinore fillon që nga fëmijëria. Domethënë edhe si prindë kemi një rol të veçantë që aty fillon kontributi jon. Prej brendësisë fillon, prej mrena, këto prej shpirtit, prej dashurisë, familjes e tutje. Domethënë nëse ne e rrisim një vajzë dhe një djalë që besojnë që të dytë t'i kenë mundësitë e barabarta dhe të besojnë në barazi gjinore, ata arritën edhe zhvillojnë vetë edhe një gjenerat të ardhshme të barazisë gjinore. Mendoj që secili e kemi rolin tonë në shoqëri që mund të kontribuojmë në mënyrë që së bashku ta zhvillojmë edhe vendin tonë. Definitivisht, Vidana, e ka ngon ajo se ki mu bob kam i lind qik. Domethënë, e ka ngon mirë se masin kur lind qika. Përndryshe Fidani është DJ-on edhe është DJ i dyti në Gjakov, se i pari mune. Kom të një gust. Vlorë, ki jetu edhe në Egjipt? Po. Sa ko? Vitin e kalun, kanë thirrë me jetu në punu 4 muaj në Egjipt. Në fakt kom pas me jetu në Beirut, por ndodhi konflikti me Izraelin. Edhe mandej më zhvendosën në Kairo, përndryshe kam mbulu Sirin. Edhe shumë interesant. Jo, po Siria është baza e civilizimit botnor, domethënë unë jam edhe farmaciste dhe kjo çka kemi mësuar për origjinën e barnave është nga Siria, sepse ka qenë një prej vendeve që i ka dhënë botës shumë sa i përket shkencës. Por fatkeqësitë, sikurse kudo në botë konfliktet, luftat shkatrojnë edhe civilizimet më të mëdha. Edhe është koincidencë se pas 20 e sa vjetet konfliktit në Siri, një muaj para se me kryen misionin u liru Siria. Edhe ishte shumë emocionuese edhe mandej pak më ngacmëshin thëshin që erdhe te lirove Sirin, që në faktu që nuk më rina me shku në Siri, po që ishte ndjen jashtëzakonisht e mirë kur e përjetove lirinë edhe gëzimin e partnerëve tanë nga Siria, grave, me të cilat ne punojshim, me të cilat kryesisht kishin kontribuar nga diaspora, sepse nuk guxojshin me u kthy në vendin e vet, edhe tash ajo dëshira me i po të kthy. Mari kujtoj ke kohën sikur na mas luftës që më nxis për që më u kthyje me dhon kontributin. Kështu që ka qenë një përvojë jashtëzakonisht e bukur, pastaj edhe jetesa në Kairo. Në Kairo kam qenë 2010 si turiste, po me jetu atë, me përjetu gjithat. Po më duket e kam një fotografi kështu. Është edhe atje ndalje që shojnë edhe ata në televizion që më na përcjellin. Kjo ka qenë pika eme preferuar kur kam pas pushim vikend, se më ra një periudhë vetëm, një periudhë me familje, edhe që aty kom gjetë paqen e shpirtit edhe bukurinë e botës, me thonë. Ka qenë hotelin Marriott, është një hotel shumë ndër më të vjetrit në botë, i cili nuk e ka rinovu shumë, e ka ruajtur autenticitetin e vet. Po. Edhe shikon te piramidat. Piramidat e kanë një farë, si me thonë, kryqëzimit disa energjive, të cilat ta japin një farë qetësie.
Ka shumë legjenda edhe për natë kohë pushtuesit si Napoleoni, kështu që kanë që ka diçka i vend dhe kanë marrë shumë pi atij vendi. E din, ndoshta që edhe në Gjermani, në Paris, kudo ka shenja të Egjiptit sepse i kanë marrë dhe i kanë ujtë në për muze. Edhe, çka është edhe më interesant, unë qëllova aty kur u hap muzeu më i madh në botë, Muzeu i Egjiptit. Edhe pata mundësi me shku 2 herë, domethënë ka qenë një përvojë magjike jetës time që s'do ta harroj. Nëse ndodh sot Gjakovna e Merkulli diçka me për Gjakovën dihet që i arti se ka shkon këtë për marrën lufta apo bolë. Është e mundur, unë për vete nuk nga natyra jam pozitive, optimiste, si duket që energji. Qashtu Lord, që kjo fotografi është me këto gratë. Ku është kjo fotografi? Kjo është fotografia në summitin që organizon çdo vit presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, edhe që ne si UN Women gjithmonë kemi kënaqësinë me mbështet. Këto janë disa prej kolegeve të mia, të cilat i kemi pas mundësi me i sjell nga bota, nga New Yorku, Kanada, Finlanda, edhe unë mbot zemra mal ku ju kallëzoj tjerve që çka ka Kosova, çfarë forume organizojmë, çfarë gratë zonja kemi, edhe siç po sheni me krahët hapur ju tregoj gjithmonë me shumë krenari që çka kemi në Kosovë. Edhe ç'kjo është foto me të njëjtin aktivitet apo kjo diçka tjetër? Jo, kjo është në Sarajevo, vjet ishim, ashtu në një event shumë të rëndësishëm, e dini me Sarajevën, na lidhin shumë shka, ishim me presidenten Jahjoga, me Lindën nga Gjakova Njini dhe Edin shefën e Agjencionit për Barazi Gjinore. Edhe kjo është pashtu një ndër eventet që ne kemi mbështet përmes si grup pjesëmarrjen e Kosovës aty, edhe nga Kosova, siç po shihni ka qenë Edi, ne kemi dhe zyrë normalisht në Sarajevo. Edi, Linda dhe presidentja dhe kemi pas një përfaqësim të jashtëzakonshëm. I kam edhe disa fotografi qëtu. Se dita që kemi pas foto. Këtu e ke marrë këtë si çmim diçka mirë njohje. O bre, kjo për mua është Oscari. Oscarin që se komandrua, s'kisha menu që e marrë, po s'di çka me thonë. Ka ajo fotografi, ka 100 milion mesazhe, emocionuse, gzim, ndoshta edhe pak mall që si kom prind me po që besoj që jam të jetu bekimet edhe uratat e tyne, e tregojnë lidhjen teme për Gjakovën, e tregojnë ato që ka thash ma herët, që unë mundona se puna jeme ma mundson me kontribu për Gjakovën, po për perspektivave të ndryshme, me projekte të ndryshme. Edhe kur vjen gjithmonë te përzgjedhja e komunave, më shkon dora se jo që... U mësu dora Gjakovën në shtimin e herë. Edhe Gjakovën, edhe tash ka pak edhe po më ngacmuajnë shtu nga rrithje partnerët e kësi, mëse vetë nisi Gjakova është aty, po dhe komuna tjera. Po unë e thënë, se cili kemi një obligim me kontribu për vendin ku je linda, po. Definitivisht. Edhe unë ju thëmë kontriboni edhe ju për vendin e juj. Edhe ata se mongi hesh. Po, me siguri, po që unë mundon as poku që Gjakovën takom në qendër të... Epicendër. Edhe kjo një foto në Sarajevo. Masi vesion fizikisht në Gjakovë. Po, në Sarajevo, kjo është do më thonë një prej summiteve më të mëdha që organizohet për digitalizimin, edhe aty kam qenë do më thonë tash që disa vite, herën e fundit ke në Sarajevo, jo, herën e fundit ke në Shkup, kjo pas ka qenë në Sarajevo ku isha. Edhe qëtu e kje edhe një tjetër, një tjetër Oscar. Po, kjo është një çmim që kam marrë nga zëvendëskryeministrja zonja Emilia Regjepi, me të cilën bashkëpunojmë po ashtu shumë, një zonë jashtëzakonisht e madhe e cila më dha çmimin po ashtu për kontributin ndaj grave në Kosovë. Edhe kjo tjetër kjo është një foto në Londër po ashtu. Ky është gjithashtu një prej eventeve më të mëdha që organizon qeveria britanike për të trajtuar rastet për të ndihmuar në rastet të gratë apo të mbjertuarat e dhunës seksuale gjatë luftës. Këtu kam qenë me delegacionin e Kosovës, por ajo në mes, mos të harroj nëse e kthen, është zonja Pramila Paten, ajo me atë shrollin Sarin.
është përfaqësuesja speciale e Kombeve të Bashkuara për dhunën seksuale në luftë, është një pozitë jashtëzakonisht e fuqishme brenda Kombeve të Bashkuara dhe ne kemi një bashkëpunim shumë të rëndësishëm dhe ajo tani më e njeh shumë mirë situatën në Kosovë, gratë në Kosovë dhe kontribon shumë nga pozita që ajo ka, prandaj ishte kënaqësi që me delegacionin e Kosovës me Feriden, Leonorën, Shyretën dhe ish-ministren Gërvalla ta takojmë dhe ta kemi një kujtim. Donike, sa i vike i natë që e folë qëti për Gjakovën ajo? Jo, s'folshim veç për Gjakovën. Kemi edhe qëtë fotografi me presidenten. Po, kjo është fotoja në Paris, në summitin e Women in Tech, është një organizatë shumë e madhe grave që mirën me teknologji. Ne ishim të ftuara me zonjën presidente dhe kjo është një kujtim shumë i bukur që kemi nga Parisi, që me zonjën Emilia, kur ma ka thonë çmimin para disa viteve. Velsa ta plotësum dëshirën, se Velsa jo qiti fotot, qiti ka qef, mi qiti fotot, përboja i gore. Për ndryshe, Vlor, gjithë kjo punë, gjithë kjo energji, gjithë kjo kapacitet, a ka shku me edhe nëherë me thonë du milon që të punë, nuk du më marrë me që të, se edhe me siguri ngarkoj edhe me rastet ndryshme që dëgjoni. Po, dhunës naturisht. Po. Jo, kur. Sepse janë me milion arsye që mu më shtin me punu edhe me vazhdu edhe me urrit edhe me kontribu edhe me marrë edhe ma shumë edhe me dhonë edhe ma shumë në kuptimin kur e thash me marrë dhe Kosova është momentalisht në një pozitë jashtëzakonisht të mirë në kuptimin edhe e përfitimit të fondeve sepse është një prej vendeve që përfiton prej growth facility apo pakos rritjes. Edhe ka me pas shumë fonde, ka mundësi zhvillimit, pastaj është Erasmusi për të rinë tonë, edhe unë mundona shumë që gjitha këto me i shpërnda këto informata, si të tritë, si të gratë me përfitu, unë qka do që marrë informata për mundësi ku gratë mujnë me apliku, i shpërndaj me ekipin, e kom një ekip jashtëzakonisht mirë në UN Women në Zyre në Prishtinë, edhe absolutisht mundohem natyrisht me ngrit, me adresu, me pas deklarata, bashkëpunim me policinë dhe organet me trajtu rastet e dhunës, posaçërisht dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, por kjo në asnjë mënyrë nuk më mërzit ose nuk më lodh, përkundrazi, unë mendoj që secili prej nesh kemi shumë potencial se sa që japim. Definitivisht. Edhe më shtyn me punu ma shumë kur e shoh që shtu gratë presidente, ministre, ku i shoh të ful në për vende ndryshme të botë, thoma pishena muj më duhet halo ma shumë edhe. E bashkë të shkjo është me dalë, a kinaj mesazh motivues për ato femna të cilat hezitojnë të ndrojnë ma shumë. Sepse ka edhe që ndrojnë, po ka që edhe hezitojnë edhe me ndru. Atja njësi për vetës. Nesja. Unë jam qike Gjakovës. Po. Gjakova, para luftës, mundesh me besu, të mësu shkollën e mesme në përshpia, fakultetin në përshpia, në për xhamia, në për do më thonë që ka me ndru dishka heq. Izolimi maksimal, as më udhtu, as pasaporta, as kur gjo heq. Unë e nisa farmacinë dhe kryva farmacinë, por, për shkak të gjuhës që kisha, po ta mundësi me punu me organizata ndërkombëtare, edhe komplet e kom ndru, do me thonë, karrierën, mindsetin edhe ëndrën që kom pas, e kom bo një ëndër tjetër. Po. Edhe ëndra do të më ndru, by the way, dush me qeni hapun, me ndru edhe me zhvillu vetën. Po do të me guxu me ndru. Kur edhe unë e kum pa tash botën, e kum pa sa shumë muj me bo me dasht, kështu që unë e kisha pas një mesazh të shkurt, bukur, thjesht, jo me ndru, po me ndru edhe me i realizu, sepse që tash, me gjitha qëto mundësi, me lirit lëvizjes, nuk ka, e me mundësit po ashtu digitale, mos t'i harrojmë, se informacioni në dorë, në gjep. Jo në dorë, po edhe parën e ki gjithkun në të gjitha, do më mundësit me fitu i ki fenomenale që tash, mu edhe me spjegu pse,
mendoj që është momenti që tash që çdo vajzë dhe çdo gru, edhe ato që ndoshta për shkak luftës dhe humbjeve nuk kanë pas mundësi me ndru, që tash mujnë me ndru edhe me realizu, sepse ka mundësi të jashtëzakonshme momentalisht. Po ajon gjeneratat e reja të vajzave, ajon ma të guximshme se ma herët. Ka po mendon? Është sikër normal më konë ma të guximshme. Ja dhe janë. Normalisht që duhet më konë ma të guximshme, se cila gjëra duhet më konë ma trime, ma guximshme dhe ma sfiduse, me sfidu veten, sepse çashtu arrihen qëllimet kur gjë nuk pik piqillit, a? Na edhe mos të dekurajohem, unë krejtëve them, kur unë kum rri me zhvillu ose çështu më mri edhe mas një lufte, unë 3 muaj më konë në luftën Gjakov. Ku mujt më konë edhe një prej viktimave. Kur unë kumrimi të kalu traumën e gjitha kujtimet e këqia që i kom, edhe prap me vazhdu për para, gjithkush, anë ju që si kini kalu që ato e kini botën dorë. Angut, vajza, Velsa me shoqe, angut, do më thonë botën e keni ndorë. E kena një përshëndetje prej Slovenis, mi iftar Balaj, për thotë përshëndetje Edi, uroj punë barë, suksesën punë dhe përshëndes nga Slovenia, respekt për mësafiren. Faleminderit, shumë iftar. Shumë, në Slovenim ka studiu Qika. Apo, e kam një pikë dopt në Ljubljan. Opa Gjakov, për thotë s'ka Kosovë dhe Vjosa Osmani, kam i pas 2 mandate kismet. Kismet për bëjmë kryetarën nga Gjelali, është në Belgjik, kryetarë Gjakovës për thotë dojmë në të bo. Si dijet Gjelal, apëshe, unë e thash, dishka sot ka me ndodhë, thu. Lufta unal, edhe mi mëngjesi Edi, mi mëngjesi Gjakov, për në thot nga Gjermania, Albani, në barazi gjinora i bjen gjysën e kreditit mi pagu gruja. Absolutisht po, në që ashtu i pagujmë. Gjysën, njerë gjysën. Ka herë bile dhe ma shumë pagujmë gruja. Njerë gjysën e njerë, edhe Shqipja për thot mirë mëngjesi Edi, mirë mëngjes vikend të bukur, ju prifte mbara, pa ndej shumë. Shqipe, përndje shumë gjithve. Vlor edhe Musa na pas ka shkru. Mirë mëngjesi Edi dhe stafi Top Radios, jeni të mirë, si po kalën Gjakov në Krishnike, unë kam dalë për festat e fundvitit në Perëndim në Luksemburg. Përshëndes nga Luksemburgi, unë Musa dhe vllau im mentori. Do të kanë shku për festa atje dhe na këshyrin edhe atje. Nuk mujnë me najt pa neve. I falenderoj shumë, i kemi dëgjues më të mirë. Vlorë, nëse do të duhet të ndryshonit vetëm një gjë urgjentisht për gratë në Kosovë, cila do t'ishte ajo? Vetëm një. Urgjentisht duhet me adresu punën e papagume që po e bartin gratë në Kosovë e që po i parandalon me u angazhu në jetën publike dhe në tregun e punës. Muj me sqaru pak ma thjesht shkurt çka është ajo. Në Kosovë vende mungojnë qendra të kujdesit pleqve, të kujdesit të smurve me smundje gjatë paliativ. Gjakova e ka adresu shumë ma mirë se komuna tjera këtë, edhe qerdhe. Nuk po flas për qytetet, jam të folë edhe për qytetat e vogla edhe fshatrat, sepse pa pas një vend ku gratë kanë mundësi me qu fëmin edhe në orar të shkurtun, po edhe në orar të plot, ato limitohen kufizon mundësit me pas qasje në tregun e punës. Edhe kom argumente për këto, sepse momentalisht janë të diplomu qika ma shumë se 50% në Universitetin e Prishtinës edhe tjerë. Por rrugës të kriju familje po hup qaj potencial edhe momentalisht e kemi numrin më të ulë të grave në tregun e punës. I lojnë profesionet. I luajnë sepse kur të kthehen në vendin për kajt vinë me plot ambicie, vinë Prishtinë me ndru, me kry, me studiu, kur po kthehen te vendi vet, momentin kur po vendosin me kriju familje, mandej po lindin sfida tjera. Qysh me pagu qerdhen shumë shtrajt private, e tjera me pas për insmutun vetë kum pas për insmut, edhe disa vështira mes me të ndihmu shtetin në asnjë shpenzim. Kështu që to janë disa elemente që grave po ja ndërtojnë atë murin e zhvillimit më tutje në karrierë. Domethënë kjo është, mendoj që care, që i thojmë na kujdesi i papaguar, të cilin kryesisht e bartin gratë, ne mendoj që duhet ma adresu, si me thonë, me ndryshu sistemi me ja ndihmu grave qasje në jetën publike. Uroj që të bëhet, sepse dim që ka shumë familje me raste të tilla, bile ka edhe fëmijë që këshynë prind, ka prind që këshynë fëmijët të cilët janë të izoluar dhe nuk mujnë
me kur folem të bashkëpunimi me burra edhe me biznese edhe me sektorin privat, mos të harrojmë se sektori privat gjithashtu është partner shumë i rëndësishëm në krejt çdo problem që kanë momentalisht. Sfid grot, për shembull ofrimi urorit fleksibil. Në ato gra të cilat dojnë me punu, dojnë me kontribu financiarisht në shoqëri, me au mundësu me punu në orar fleksibil në mënyrë që gjithashtu me i përmbush ato obligime që ato s'kan ka ikin që shme i kryj. Kështu që ekzistojnë shumë mundësi, duhet vullnet mirë, duhet bashkëpunim, duhet barazi gjinore, në mënyrë që me i ndihmu edhe gratë me i realizu. Vlorë, une të falenderoj shumë që erdhe, ishte kënaqësi për neve, për mua dhe për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tonë. Kështu që na kemi me fol mundësi, sot kemi për mënoj tema muj me fol edhe nja 2-3 orë, po kaq mirëmëngjesi nga pedinti edhe musafir në studio nga Gjermania, Recep Kelmendi, për na përshëndet nga Gjermania. Faleminderit shumë të gjithëve. Vlorë, faleminderit shumë që erdhe. Ideja pas këtë kriju një atmosferë magjike, do më në qatë që po mjep energji pozitive, edhe doshta edhe njerë mi u falenderu se ma keni përmbyll vitin për merak. Faleminderit shumë. Ju dëshiroj gjithat mirat, ju uroj festat, ja dëshiroj edhe Gjakovës time gjithat mirat, dhe po shoh që po zhvilloj çdo ditë më shumë, po më duket mu plakën Gjakovës, Une mendoj që tash kjo rruga shumë përfolun. Gjakov Dolc, kur të bot, ajo mas e s'ka arsye mos me jetu në Gjakov. Për 40 minuta e në punë mas nej. Ju uroj shëndet, edhe shpresoj të shihemi prap, kemi shumë shka me bisedu. Faleminderit shumë, Lo, faleminderit shumë. Duke i përshëndetur dhe falenderuar Neptunin në Gjakov, partner ton ëmbëltorën nga Peja në Gjakov Agusholli. Fshatin e Gjelbra, hotelin 12 Neoplast në Gjakov me prodhime të plastikës dyrdritare dhe Hoffman, që do të vjen shumë shpejt në Gjakov. Dëgjuesit, shikuesit e me, vikend të dashur të këndshëm, ju dua shumë, ju përshëndet Edi Keq, miropafshim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzikë. Ama mirë këtu, a atje.